O i vëllezër, në këtë hutbe me lejen Allah Azza wa Jall dhe e lusmi Allah Azza wa Jall që Zotit na jep sukses këto fjalë që i themi në këtë temë që do e sqarojmë, do folmi rreth kësaj teme. E tema është si ta trajtojmë të sprovuarin. Në vërtetë është një temë shumë madhështore. Nga se shtëpia Allah Azza wa Jall mban njerëz që kanë derë të telashe, kanë bela, kanë sprova. Kush i ka të bu ata që më arë këto? Mëshira Allahut, rahmeti Allahut, andaj na do të kemi kujdes kur të hymë në shtëpinë e Zotit, nuk ka shtëpi vetëm që njerëzit e dëvatshëm hyjnë, po hyjnë edhe me katar. Hyjnë edhe ata që kanë dete, kanë bela, kanë sprova, e na do ta dimë që ka trajtim për këta njerëz. E për mëshirës së Allahut në shtëpinë e tij që paraqitën njerëzit në xhami për me adhuru Zotin, mi po në zemrat tëre, në jetët tëre, ata në vërtet kanë bela, kanë sprova të maja. Andaj, në këtë hutbe do të flasmi se si ta trajtojmë, domethënë të sprovuarin. Gjën e parë, disa fjalë për ata të cilët janë të sprovuar. Le ta din i sprovuari që në vërtet për sprovën që e ka, apo për sprovën që është goditur, do të shpërblejt prej Allah të zëgjel. O Rabbi Allah, belan që e ki, sprovën që e ki, detin që e ki, kush ta ka dërgu? Allah të zëgjel. Që shka thonë Abdullah ibn Mesudi, ose Abdullah ibn Abbasi, thët, kujta, pri kujna po vinë sprovat? Prej Allahët. A thonë, mos u frigat, as mos u shtresat. Po vinë prej Allahët, Allah është duke dash, Allah ta largan sprovën, Allah ka më shpërbly për sprovën që e ki. Gjën tjetër, le ta dini sprovuari që në vërtet përmes sprovave Allahu Azza wa Jall e lehton njeriu, e pastron njeriu prej mëkateve. Mos e merr sprovën tonë që e ki ti, mu Zoti ma ka qu dënim. Jo, shiko tek profetët. Çfarë sprova Allah Azza wa Jall ja ka qu atyre që as ndonjëri prej nesh deri në ditë kiametit nuk mundet mi dëru ata sprova që kanë pa profetët. A do më thonë që profetët kanë qenë njerëz të këqij? Jo, Allahu është e ka gjetë një metodë. Allah është duke dashur, është duke ta letu ty çështën tane në çështën e mëkateve. Të pastron Allah Azza wa Jall prej mëkateve. Gjë tjetër ju vëllezër, dije mirë që sa herë që sprovat shtohen gjatë jetës tane, apo gjatë ditës tane, apo gjatë javës tane, apo gjatë muajit tan, po shtohen sprovat, dije mirë që Allah Azza wa Jall është duke dashur. Shtimi i sprovave kupton që Zoti është duke dashur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Po thot pejgamberi kur Zoti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kur Allahu Azza wa Jall e dan të mirën e robit tij, Allah është duke dashur. Allah është duke pa veprën tane që ti a mundesh me arrit xhenetin më të lartë. E Allah po thot unë robit tem çash e gjoj metodë se çysh ai me arrit drejtën më të lartë dhe çysh unë mund me e desh, na thon me e desh robin e tij. E pejgamberi thot kur Allah Azza wa Jall e dan robin e tij, yusab minhu, na thon godet me sprova. Çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit me sprova. Kjo është një shenjë që Allah Azza wa Jall është duke të dashur. O ju vëllezër, thot Enes ibn Maliku që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhama al-jazaa ma'al 'idhami al-bala. Me të vërtet, aq më e madhe që është sprova, aq më e madhe është edhe shpërblimi. Do të thonë, aq më shumë shtohen sprovat, aq më shumë do të shtohen edhe shpërblimit njëjtë në gjallë. O i vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Me të vërtet kur Allah Azza wa Jall e dan një popull, ibtalahum, Allahu i godet ata me çka? Me sprova. E në qoftë se i kënaqur, kënaqësia e Allahut është me ty. E në qoftë se ti nuk i kënaqur me sprovat, i dhërimi i Allahut është me ty, Allah na rujt. Le të dën këto sende i sprovuari para se me inë trajtimin e të sprovuarve. O ju vëllezër, pa humbur kohë,
trajtimi i parë me njerëz të sprovu çish do të më qenë na. Gjën e parë, të lutmi për ta, të lutmi për të sprovuarin në ato momente kur jemi me ta, të jemi afër tyre, edhe të lutmi për ta, për sprovën që e kanë. Dhe të njëjtën gjë mundohu që me ndjej sprovën që e ka ai edhe të ndjeje. Kur e ka njëri sprovën, mos u mundon me qenë të afër je me ta, apo mi po me kesh me ta, po mundohu sot do të qoftë edhe ti me prish fytyrën, edhe ti më murzit me ta. Kjo është një trajtim që e ban me të sprovuarin. O i vëllezër, tregon Usame, thot kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke nejt, i ka ardhur lajmi duke i thonë kështu, po të thirr çika jote, Zejnepi, po të thirr çika jote, që i ka vdek çika vet, një pesha pejgamberit, e posa lindur, i ka vdek. Subhanallah. Pastaj pejgamberi po ja dërgon një mesazh, po i thot, thuj çikës teme për një peshë që i ka ndru jetë, fel tahtasib wal tasbir. Let llogarit shpërblim tek Allahu dhe let të ban dorim sprov. Shiko, do të thonë let ban dorim sabër. Shiko pejgamberi i Allahut azza wa jall po mundohet mi çu mesazh çikës vet që un jam afër teje. Un jam afër teje. Un jam në atë moment që ti kur sprovohesh, a më bë dorim, bë sabër. Do të thonë kur ti je afër të sprovuarit, luto për ta. E pejgamberi po lutet për ta. Një llojin e fjalive që e ka thonë është lutje për ta. Le ta llogarit, le ta kujton Zotin, në aspekt edhe le të bën dorim sabër. Pastaj çka thot ky sahabi? Thot jemi çu me pejgamberin me shku të kush te një pesha vet, i ka vdek një pesha. E posa lindur, çika e çikës. Subhanallah. فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقعه. سبحان الله. Ju sjell kjo vajzë vogël në pranin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka pa pejgamberi fëmijën në peshën e vet vdekur, ja ka nis duke u dridh, ka ardhur në shprehje taqaqahu, domethënë të çojturit, ja ka nis mudridh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiko se çu shokon i barabart me të sprovën, me çikën e vet, një peshë e ka vdek, e kanë pa njerëzit të kaj, u shdridh, e kanë dje me ta sprovën, gjitha këta janë trajtim se qysh pejgamberi ka vepru me njerëz të sprovum. Fethabat ajna nebi sallallahu alaihi wasallam, dhe e kanë pa sahabët duke qajt sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj sahabët ju çudit. Për tëre ka qenë Ibn Ka'bi, për tëre ka qenë edhe Ibn Mesudi, ka thonë, ja, Rasulullah, me hadhe, o i dërgumi Allah, që ka o kja, kur se kam pa pejgamberin të dridh, ka qenë i barabart me mërzijën e qikës vetë, e kanë ngushtu ata, i ka dhonë dhe më thonë nga jeret e kështë të mëra, e vetën e kanë pa duke u dridh, edhe plus duke u qajt, duke qajtur për një peshën e vetë. Pasaj pejgamberi ka thonë, hadhi rahmetun wada'a Allahu fi qulubin man sha'a min ibadihi. Këta janë lotët e mëshirës të cilën Allahu azza wa jall ju gjithkujt na ja jep në zemrat ku ndon Allah për robët e tij. Subhanallah. Shiko, ky rast neve na jep një kuptim shumë të madh që thanëm të lutmi për të sprovuarin në momentet kur jemi ta, të ju afrohemi atyre afër dhe të ndjejmë sprovën që ka ai edhe të ndjehet njëjtën gjë. Trajtimi i dytë i vëllezër me të sprovuarin është edhe kjo. T'ja mësojmë sabrin të sprovuarit. Kur ti me ta e shenin një sprovum, mundohu me e këshillu dhe mundohu me i tregu që çka do të thonë sabër. Mundohu me i dhon sabër. O i vëllezër, tregon Enesi, thot marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda al-qabri. فقال لها اتق الله واصبري. Pejgamberi sallallahu po tregon Anas ibn Maliku, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka te kalu rreth vorrave dhe e ka pa thot një nan e cila një grua e cila duke çajtur tek vorri. I ka vdekë vladi dhe ajo duke çajtur për mi vorrin e djalit të tij. Atëherë pejgamberi ka thonë, ki frikë Allahun, osbiri,
ki frikë Allahun dhe llogarit e vetën tonë për atyre që ban dorim sabër. Atëre kjo gruaja ka kthy, ka thënë ilejka anni lam temurahat, mos u merr me mu. Fe innaka lam tusab bi musibati, ti nuk e ki sprovën që e kam one. Kur e kam dëgju pejgamberi kështu, është largu asnjë fjalë tjetër se ka thonë. Pastaj kësaj grue ju ka tërheq vrejta, ka thonë, ju ka thonë innehu nebiju. A e din kush ka qenë ai burr i cili po të këshillon me bo sabër? Ka thonë ai në vërtet është i dërguari i Allahut Azza wa Jall. Pastaj ka gruaja e kanë hjek për mas derisa e kanë dhënë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe duke i thonë lam a'rifaka, nuk më njoh që ti i dërguari i Allahut. Pastaj pejgamberi po e këshillon prapë, thotë inma sabru inda sadmati al-ula, më të vërtet durimi është në goditjen e parë. Sabri është në goditjen e parë. Shikoj vëllezër çfarë trajtimi pejgamberi po e bën me njerëz të sprovuar. Që shtanëm trajtimi i dytë është që mi të regu për sabrin. E qërët për ame që shpi të regan kësoj plake që kur njërë du të me bëtë sabër. Në goditjen e parë, në moment që ti i mërzëshme, në moment që ti ndjin dishka që ka godit sprova, të në atë moment ban dorim sabër, dhije mi që ti kime marrë shpërblimin e sabrit. E për ameri, për e trajtan të sprovuarin, për jam san qka sabrin, dorimin. O ju vëllezër, trajtimi i tretë, për ata që janë të sprovuar është edhe kjo, të vizitojmë njerëz të sprovuar dhe t'ju tregojmë atyre shpërblimin e sabrit. Dëgjon filanit i ka vdek nana, baba, vllau, ka sprov, shko vizitoje dhe tregoje atij për shpërblimin e sabrit që e ban, për shpërblimin e sprovës që e ka. Tregon Abdullah ibn Abbas i thot, tregon ky sahabi Qurrat ibn Iyas, thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha jalasa yajlisu ilayhi nafarun min ashabihi wa fihim rajulun lahu ibnun saghir. Thot al-Qurratu ky sahabi thot ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mejlis me shokët e tij duke marrë ligjërat. Thot gjithmonë pejgamberi ka vrejt thot një burr që ka ardhur gjithmonë me fëmijën e tij ligjëratat për profetit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë pas ditëve mo pejgamberi nuk e ka pa atë fëmijë, nuk e ka pa ma atë fëmijë në mejlisin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi e ka taku këtë burr dhe i ka thonë: "Ma li la ara fulanan." Çka është puna që nuk jam të e pa, domethënë filanin. Çka është puna, nuk jam të e pa me xhelis filanin me birin e tij që ka gjithmonë në ligjërat. Pastaj ashtu që shtamën e ka taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë person. Dhe ka thonë çka puna me djalin ton, i ka treguar që djali i ka vdek. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i tregon kon shpërblimin e sprovës që e ka, duke thonë kështu: "An tumatta'a bihi umraka aw ta'ti ghadan ila babin min abwab al-jannah fayaftahuhu lak." A ki qef që ti me qenë me evladin ton ala deri në fund të jetës tënde, apo ki qef që në ditën e gjykimit me dalë fëmia jot për para dyrëve të xhenetit dhe me ta hap derën e xhenetit. Por e kanë dëgju ky sahabi çka ka thonë: "Jo, i dërguari i Allahut, unë kam qef që evladja me ma hap derën e xhenetit." Shiko se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë trajtimi po e ban me njerëz të sprovuar, po ja tregon shpërblimin. Ka hum nanat, ka hum baba, evlade, e kështu të më radhë. T'ja tregojmë atyre shpërblimin, t'ja tregojmë këta hadithe, së është trajtim për ta. O ju vëllezër, trajtimi i katër për njerëz të sprovuar është edhe kjo. Sprovat e pastrojnë nga mëkatet. Kur të rrim me ta, kujdes, se qysh në këtë tim, në këtë trajtimin e katër se qysh po shprehemi. Ashtu që thash prej fillimit, ju mi thani jetë sprovuar, po të ki me katet i njeri keq. Jo, nuk është kjo. Nuk është kuptimi kësaj. Ky trajtimi i katërt është që i tregon, e kum dëgju thuj kështu hoxhën, dhe na e kemi dëgju na për ulema dhe na për libra, caktun, që i thojmë sprovat janë që kanë godit, po janë pastrim për ty. Në çfarë mënyre pastrim? Allah azza wa jall, që shkon në hadith, Allah azza wa jall e shan robën e tij që ka arrit me një drejgje të xhenetit. Po Zoti e dan më shumë.
Thatë unë robin tem du me pa drejgje më të lartë të xhenetit. Po e din Allah azza wa jall që mëkatet nuk e lajnë me arrit atë drejgje. Dhe e din Allah azza wa jall se ai nuk ka mundësi me bu vepra tjera për me arrit atë drejgje. E Allahu i thot melekëve dërnë mbi ta, mbi robin tem, çka? Sprovat, belat, deri sa ai ju pastrohen mëkatet dhe arrit domethënë drejgjen më të lartë të xhenetit. E trajtimi i katërt e vëllezër është që të sprovuarit ju themi atyre, kjo është pasim nga mëkatet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibu al-muslim illa kaffara Allah biha anhu hatta shawkati yushaquha. Po thot pejgamberi nuk do që me e godit besimtarin, muslimanin, sprovat, vetëm se përmes sprovave Allah azza jall dan me e pastru ata nga mëkatet, thot qoftë edhe një therrën ka me godit ata, do të jetë për ta pastrim. Subhanallah. Shiko trajtimin e katër se qysh na do të me qenë i trajtu njerëzit e sprovun në këtë lloj fjalive dhe në këtë metodë. O ju vëllezër, trajtimi i pestë për njerëz të sprovun është edhe kjo të japën atyve për gëzim, për sprovën që e kanë dhe t'i folmi fjalë të mira. Kur të rrim me njerëz të sprovun, përgëzoje ata. Merri hadithet, merri ajetet, po hoq po çysh me përgëzu na jemi perfekt. Jo ti nuk je perfekt, ama pejgamberi na ka mësuar se çysh do të me përgëzu njeriu. Allah na ka treguar se çysh do të me përgëzu edhe kon njërin e sprovun. Mjafton që më afon është një ajet. Inna Allaha ma sabirin. Allah është me ata që bojnë durim, bojnë sabër. Pse bojnë sabër? Pse kanë sprova belaka. Allah është me ty. E këto është Zoti me ty, mos u friga për kur gjë heq, subhanallah. Pastaj vëllezër, hadithin që na e përgëzojmë njerëzit e sprovuar si trajtim është kjo. Tregon ky sahabi i cili thot: "Abshiri ya ummul ala, fa inna marad al-muslim يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب." Kjo është përgëzim o ju vëllezër. Në transmetim ka ardhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thot një gruas po i thot këto fjalë. Kur e shohim në familjen tonë, në kuishi, nuk ka gjë të keqe me shku, mi dhon ngushëllim, mi dhon përgëzime, qoftë edhe në qoftë se është gruaja. Se të shiko se pejgamberi kur na i thot çfarë përgëzimi për ja, po thot të përgëzoj oj nana el ala, përgëzoj oj nan e ala, do thon djali ti ka thënë el ala. Pastaj po i thot fa inna marad al muslim, me të vërtetë kur muslimani goditet me sprov, me smundje, e kështu me radh. Yadhhabu Allah bil khataya, Allah përmes soj sprove, përmes soj smundjeve e ban që Allah azza jall me të pastru prej mëkateve. Kema tudhibu an-naru khabath al-dhahab, ashtu qysh zjarri e ndriçon dokatin kur shkrihet në zjarr. Shikoj vëllezër, kjo është trajtimi i pestë qysh pejgamberi po e përgëzon. Me çka po e përgëzon? Po e përgëzon me faljen mëkateve këtë nan të besimtarve. Trajtimi i gjashtë ju vëllezër për njerëz të sprovuar është edhe kjo. T'ja kujtojmë xhenetin atyre. Kur ti je përpara njerëzve që janë sprovuar, kujtoja xhenetin, qetësoja ata me xhenet. Tregon Abdullah ibn Abbas thot al-mar'atu sawda'u atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot një gru e zezë, kështu ka në transmetim. Një gru e zezë ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qalet inni usra'u wa inni atakashafu. Ka thonë oj dërgumi i Allahit, unë kam një sprov. Kur të më rrok sprova jam, smundja jam, unë da me thonë e zhveshi vetën tem që rregullona, da me thonë me atë smundjen e ranë që e ka. Pastaj kjo gruaja po e lypi pejgamberit, mu shëru për kësaj smundje. Mu shëru pejgamberi çka pi thot? Ato që thanë ju vëllezër, ato që thanë me ja kujtu xhenetin, trajtimi, me ja kujtu xhenetin njerëz të sprovun. Atëherë pejgamberi po ja kujton xhenetin duke i thënë in shi'ta sabarti wa lakil janna, un lutna për ty.
edhe Allah shëran për kësaj smundje që e ki. Apo nëse dënë ti me pa xhenetin, badorim dhe ma e këtë sprovë. Atëherë kër ndëgjaj kjo grue, boni dorim, boni sabër për me e fitu xhenetin. Pastaj i tha pejgamberit, lutë Allahun që ku të më rrokja smundje, mos më shkoç teshat e mia me pa njerëz trupin tem. Dhe pejgamberi e luti që ku ta godet domethën smundja këtë gruje, aja mos më shkoç teshat e veta. Mushtrim tokë po, me bë gjese të mira po, ama jo me zhvesh trupin e saj, për shka? Xhenetin. Kjo është trajtimi i njerëzve sprovun, ku jemi me ta pejgamberi Allahut, njëri sprovun i ka përpara, grua e cila sprov matran s'ka, smundje e ranë që nuk e din as vetë vetë çka duke bë, megjithatë pejgamberi po ja kujton xhenetin, tha ba sabër, ba dorim, xhenetin e ki. O i vëllezër, trajtimi i 6, trajtimi i 7 o i vëllezër është edhe kjo për njerëzit e sprovun, t'ja kujtojmë sprovat e profetit sallallahu alaihi wasallam. T'ja kujtojmë vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tek njerëzit e sprovun, që shka thonë parë tonë, kur kemi pak sprova njëri me tjetrin, e kemi këshillu njëri me tjetrin, më në largu sprovat, më qësu për sprovave, për çkaj, e kemi kujtu da më thonë sprovat e profetit, apo vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe i sa kanë hadith, që të regan Aisha thot, ka thonë pejgamberi, ja ju nasu, ayyu ahadin min al-mu'minina usiba bi musibatin falyata'azzahu bi musibatihi bi. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju njerëz, kushdo për juve, për besimtarëve që e ka godit ata me sprova, me belaje, le ta ngushëllan veten e vet me sprovën tem, me vdekjen tem. Subhanallah. Ky është trajtim vetë pejgamberi, çfarë trajtimi të mirë po jep njerëzit të sprovun. Po na thot pejgamberi, kur kemi bela, kur kemi sprova, ta trajtojmë kështu vetën tonë dhe të tjerë, ta kujtojmë kon sprovën e pejgamberit, ta kujtojmë vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Trajtimi i tetë i vëllezër, për njerëzit të sprovun, t'ja mësojmë lutjen e sprovës. Kur ata kanë sprova, apo gjatë sprovës, t'ja mësojmë lutjen. Cila lutje është? Trajtim është për njerin, për njerëzit që kanë sprova. T'ja mësojmë lutjen atyre. T'i thojmë, thuj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na jemi vërtet tek Zoti dhe tek Ai kena më kthy. Mësoja këtë lutje. Pastaj mësoja lutjen tjetër. Thuj Allahumma ajurni fi musibati. O Zot, më shpërblen mua për sprovën që më ka godit. Wa akhlif li khayran minha, dhe ma zëvendësa me diçka më të mirë se sa sprovën. T'ja mësojmë atyre të sprovun, kjo është trajtim për ta, lutjen e sprovës. O ju vëllezër, trajtimi i 9 dhe i fundit o ju vëllezër për njerëz që janë të sprovun është edhe kjo, në momentin e sprovës, o te që i sprovun, mos o lot kundër teje. Kundër vetës tonë mos o lot, kjo është trajtim, ku të rrimi njerëz sprovun, t'ja kujtojmë, është trajtim me trajtu me shërut spërvunin. Do t'ja kujtojmë që mos o lot, ka për njerëze, ka qenë, mëse ka bofsha, ka qenë sahabi, i cili kur e ka godit sprova, e ka lutë Zotin për shka, Zoti mi marë sët, Allah e ka marë sët. Pastaj ka hadithi për fetit, që pejgamberi ka ndalu, ka thonë mos o lutni, u kon momenti qasti, që është pranu lutja, ka mbi të qartë. Subhanallah. Mi pa ajmo kur Zotin mos e ka lutë, me thonë Zot këthena shikimin. Subhanallah. Që kjo jo lëzër, trajtimin e 9 fundit, që kemi me njesë sprovun, që kujtojmë atyre, kujdes, mos o lutë kundër te, mësuj, a mu Zotin më gjetja, a s'ka kon me gjetës mu më sprovua, që kujtojmë atyre, që mos o lutë kundër vetës tane, të regan për Ameri, thot, duke thonë, la të dëu ala anfusikum, wa la të dëu ala auladikum, thot, asese mos o lutë kundër vetës tane, e asese mos o lutë kundër aulad, kundër fëmijëve t'ju, saatën nejlin fiha, ka mundësi që më kanë ko e pranimit të lutjes, për just se gjebe, lëkum e pranohet pastaj lutja. Kjo është o i vëllezër trajtimi i fundit për njerëz të sprovun, që na e dham atyre si ilaç, si trajtim ndaj njerëzve të sprovuar. Kujdes se si sillesh ti me njerëz të sprovuar. Gjën e parë, fol me ta fjalë të mira qetësuese, rre afër tyre, bësheshu me ta, ndjeje edhe me ta sprovën që ata e kanë.
Në qoftë është mundësia, ngushëlloje njerin e sprovun. Në qoftë është mundësia, vizitoje në shtëpi ato që sprovu. Fali për shpërblimin e sprovës. Tregoj që sprovat janë pastrim dhe tregoj që Allah Azza wa Jall është duke dashur, që është duke të sprovu me këta sprova. Kujtoja atyre xhenetin. Mësoja lutjen e sprovës. Kujtoja në fund vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam në qoftë se ka iman. Me kujtu vdekjen tek njeri i sprovun në qoftë se ka iman. Në qoftë se din që s'ka iman, me sa rakit muhabet heq me ja kujtu vdekjen e pejgamberit se ka mundësi me ta shoh edhe pejgamberin. Po muslimani mirë që ka dituri e din që pejgamberi ka thonë kur keni sprova, kujtoje vdekjen tëm. E sahabët e kanë larguar sprovat, atë mërzim që kanë pat me shka në vdekjen e pejgamberit. E njeri që ka iman, kur t'ja i thu kujtoje vdekjen e pejgamberit, ju shumë këtë më thonë ai hidherimi apo ajo mërzia që e ka. O ju vëllezër, elusmi Allah Azza wa Jall, që Allah Azza wa Jall të gjithë sprovojë tonë që janë që Zoti t'ia largon atyre sprovat, t'ia letan atyre ja Rabbul Alamin. Elusmi Allah Azza wa Jall që njerëzit e sprovojnë, Allah t'ia jap xhenetin, t'ia shpërblimin atyre që ata bojnë për sabrin dhe për sprovën që e kanë. Ibadallah,